Përshëndetje miq, emri im është Ivana dhe kjo është hapësira jonë për ushtrim dhe relaksim. Jo gjithmonë mund të relaksohemi. Ndonjëherë kemi zemrim dhe inat brenda nesh. Ndonjëherë na kanë qortuar dhe nuk kemi bërë atë që duhet. Në vend që të përmirësohemi, dim të mblidhemi të gjithë. Dhe ndonjëherë të godasim diçka. Kështu mund të lëndojmë dika me grushtet tona. Nga gjitha ai shtrëngim mund të lëndojmë dhe veten. Prandaj është e rëndësishme të mësojmë të relaksohemi, të mësojmë të relaksojmë ballin, fytyrën, gjithë veten dhe gjithë trupin, dhe të gjejmë brenda nesh qetësi dhe lumturi për të gjithë. Por me grushtet tona do t'i vendosim në sqetullat tona që të shohim se cila është ajo ndjenjë mbledhjes së shpatullat dhe mbërthimit. Do lëshojmë shpatullat. Kur duam të godasim diçka nga inati, do provojmë të gjejmë një tancë brenda nesh. Kështu, të fortë, do fillojmë me një këmbë, me këmbën tjetër. Do fillojmë të godasim në ajër. Të bëjmë kujdes. Do bëhet ai një tancë, një lojë, një gëzim dhe lumturi në zemër. Me këtë kërcim, ndoshta do të na qetësohet gjithçka që ndjejmë, por ndonjëherë do të mbetet ndonjë zemrim, ndjenja të forta në shpatulla. Prandaj, dua të gjejmë zemrën tonë, të gjejmë gjunjët tanë të fortë, dhe nga këtu të marrim frymë, do ulemi e nxjerrim frymë poshtë. Tani do ta përsërisim këtë disa herë. Merr frymë lart, lëshohu poshtë. Merr frymë lart, ulu poshtë. Merr frymë lart, ulu poshtë. Lart e poshtë. Këtu, të dashur miq, do të ulemi, por ndoshta të gjitha ato ndjenja s'mund t'i qetësojmë. Akoma na rrudhet balli, dhe prandaj dua të gjejmë grushtet e qetësisë. Do të vendosim gishtin e madh brenda e do ta mbyllim me gishtat e tjerë. Do fillojmë t'i rrotullojmë duart tona përpara zemrës. Do të na duhet i gjithë përqendrimi ynë. Mendjen do duhet ta qetësojmë, që të rrotullojmë kështu. Shikoni duart, dhe ndoshta do të përplasen gabimisht, do të thotë se duhet të qetësojmë mendimet, se të marrim frymë, dhe ndoshta do të vërejmë se përshpejtohet gjithë kjo, përshpejtohet ky rreth përpara nesh, mbledhim energji të mirë, paqe dhe pozitivitet brenda nesh. Do kthejmë rrethin që ta kthejmë të gjithë këtë në zemrën tonë. Të kthejmë atë energji. Do shpejtojmë. Do vërejmë, ndoshta do përplasemi gabimisht, dhe kjo është qenjë se duhet të ndryshojmë drejtimin dhe të vazhdojmë. Kështu të gjithë energjinë nga zemra jonë, nga grushtet tona, do ta vendosim para stomakut poshtë. Do e bëjmë rrethin në një drejtim dhe në tjetrin, dhe do fillojmë ngadalë ta ngrejmë e ta kthejmë lart, dhe grushtet tona me njëherë do hapen, dhe pëllëmbët tona do të lëmojnë ballin, do të zbusim fytyrën, dhe do t'i vendosim në gjunjë. Do të marrim frymë e do të nxjerrim frymë. Se nëse akoma kemi ndonjë ndjenjë të fortë e të fuqishme dhe s'mund të përballemi, do marrim frymë dhe do ta nxjerrim frymën nga goja. Sa gjatë duhet, do rrotullojmë këto grushte që të qetësohet mendja, të na qetësohet zemra, dhe kur do të mundemi, nëse duhet të kërkojmë ndjes, nëse duhet të mësojmë diçka, nëse diçka jemi vonuar, ta arrijmë. Çdo gjë është në fuqinë tonë dhe në fuqinë e trurit tonë që të qetësohet. Do t'i përsërisim këto ushtrime të bashkuara. Do të ngjitemi lart. Do të gjejmë energji të fuqishme, nuk duhet të mblidhemi. Mund të qëndrojmë të fortë e të fuqishëm, e të fillojmë me tancin tonë. Dhe me atë gëzim, do të gjejmë të gjitha forcat tona, të gjitha gatishmëritë tona. Do të marrim frymë, do ulemi. Do marrim frymë lart e do ulemi poshtë. Lart, poshtë. Kemi forcë dhe fuqi
të gjejmë paqe në çdo ditë. Dhe në fund, kur do ulemi poshtë, do të lëshohemi dhe do ulemi rehat, do të gjejmë grushtet tanë të paqes dhe do t'i rretullojmë para zemrës. Dhe ndoshta do vërim këtë herë të dytë, nuk përplasen, nuk mund të lëndohemi. Dhe nëse kemi mendim të mirë, nuk mund t'i lëndojmë të tjerët me pakujdesin tonë, sepse mendja jonë do të fokusohet këtu dhe do të jetë e pranishme. Merrni frymë dhe nga goja nxjerrni frymë. Gjithmonë të gjejmë hapësirën për paqen, shok. Dhuna kur s'duhet të jetë përgjigja e zemrimit dhe inatit që ndjejmë. Merrni frymë. Nxirrni frymë dhe shpresoj se tani është pak më e lehtë. Nëse kemi pasur ndjenja më të vështira, shpresoj se tani e dini që keni fuqi të krijoni lumturi dhe gëzim dhe të mos shkatrojmë asgjë në botë. Dhe me këtë të dashur miq, do t'ju përshëndes sot, do t'ju dërgoj shumë qetësi nga zemra ime. Që të jetë çdo ditë e lumtur dhe të gjitha streset, të gjitha problemet, gjithçka që ju rëndon, vetë të dalë, vetëm të marrin frymë dhe të nxjerrin frymë. Faleminderit miq për zemrat tuaja të qeta. Shihemi në emisionin e ardhshëm.